Dhe jemi të rubrika Magjikëve të vegjël, aty ku përveç që na jepet një energji e një dashni e madhe për fëmijëve, për talentëve të tyre, na zbukurojnë shumë edhe studion ton. Çdo herë kam shumë kënaqësi kur ftoj fëmijë të vegjël, të cilët kanë ëndra të mëdha dhe punojnë për t'i realizuar ato, siç është edhe mysafirja ime e vogël, nëse më i thonë e vogël sepse çdo herë kur po i thirri fëmijët mas një periudhe po janë shumë të gjatë, shumë të mëdhaj. Edhe Ana e Sufi, e cila është sot me mua, që ka qenë edhe herë tjera kur erdh, ke më gjatë se unë, Ana, ka jenis. Mirë se erdhe, Ana. Mirë se ju gjeta. Shumë po gëzona për ty, tash ma i ba një vajzë e madhe, pavarësisht që je 12 vjeçare, unë të maj mend shumë të vogël, kur vishe me këngët të tua, edhe me të vërtet po gëzohem edhe për suksesin të në shkollë dhe në muzikë. Faleminderit shumë. Përndryshe, Ana është një prej mikeshave të para të emisionit Familja Jonë, kur ka fillu këngën në saj të parë, në tani ka pas një pauzë se u fokusu shumë edhe në shkollë, qëtash edhe pak ditë ka me lancu edhe këngën në saj ma trej, por para se me dalë të kënga, Ana, po du me fol pak për Anën. Ana e don artin shumë edhe po shkon po e njek hap pas hapi, ti edhe në shkollë të muzikës. Po, unë jam në shkollë të muzikës, e vjoj baletin edhe pianon, po ashtu shkoj edhe në kër edhe në valle. Unë jam shumë e lumtur që tash kam mundësi që të shpreh talentin tem dhe që t'jem ajo që jam, sepse kur ka dikush talent është pak keq që mos të shfrytëzohet, po. Se ti prej vogël talentin e ke pas për muzikë, mandej kur fillove me dash baletin, pianon? Po, baletin unë e kom dash prej që më kanë 3 vjeqe. Okej. Njerë në balet ke shku? Po, njerë në balet kom shku, sepse mi shisha gjithmonë ato vajza në televizor, në për filmat të ndryshëm, Barbie edhe kom pas shumë të qef, se thesha dhe mame dhe unë, po kam qef këto, me qenë si gjithë këta fëmijët e tjerë. Edhe pastaj mami vendosi që të më qoj, kam qenë 3 vjeqe apo 4 që shto, kam qenë ende e vogël po me ëndrat më doja. Edhe po punon shumë në ato ëndra.